Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues nderuar të televizionit Arbëria. 2 vite në gjykatën speciale apo në dhomët e specializuara në Hag, duke marrë në pyetje dëshmitarët e prokurorisë. Edhe kësaj i erdhi fundi ku tani kanë mbaruar dhënë dëshmi dëshmitarët e prokurorisë dhe tani çfarë pritet më tej, cilat do të jenë hapat e mëdej dhe sa u stërgjat ky proces, kemi të ftuar njohuesin e këtyre rrethonave, avokatën e njohur Ardian Bayraktari. Përshëndetje zoti Bayraktari, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Kënaqësi, faleminderit ju për ftesën. Siç e paraqita në hyrje të emisionit, tani më kanë përfunduar dëshmitarët e prokurorisë. Si e keni pa këtë proces ku pjesa më e madhe këtyre dëshmitarëve kanë qenë të mbyllur për publikun dhe një pjesë e tyre me atë çfarë në pa në publik kanë qenë të hapur. Si e keni pa këtë proces? Fillimisht do të thënë që është një proces i stërgjatur, me çka natyrisht që është në kundërshtim me njërin prej parimeve bazë të drejtësisë për këtë me këtë çështje është gjykimi brenda një kohe të arsyeshme. Për faktin se siç dihet, tashmë 2 vite kur ka filluar procesi, mirë po megjithatë ka më tepër se 4 vite që ish kryer të ushtrisë ligjore të Kosovës ndodhen në masën e paraburgimit si masa më ashpër për sigurimin e prezencës pandehurit në procedurë, për çka natyrisht që kemi qenë dëshmitarët e faktit që procesi me theks veçantë marrja e tyre siç është bërë ka rezultuar jetë e parakoshme për faktin se kanë gjatë një periudhë relativisht gjatë kohore ku janë mbajtur të ashtu quajtura seanca statusore, cilat natyrisht janë diçka që e ka karakterizuar këtë proces dhe këtë gjykatë, e cila dallon në fakt prej sistemit ton, sepse këto nuk janë që zbatohen tek sistemi i rregull, e këto natyrisht e kanë stërgjat procesin e që nga nisja, që nga inicimi i procesit natyrisht që ka rezultuar në bindjen time fillimisht me disa elemente që vlen të theksohen për hir të shkuesve para, ndërsa që gjykata speciale si dhomat si zyra e prokurorit po ashtu edhe trupi gjykues mos konsiderueshme i kanë paragjykuar shkretët e ushtrisë ligjore të Kosovës, për shkak natyrisht që ka rezultuar me ndërmarrjen e masave të ashpra në mënyrë të vazhdueshme dhe shablloni është vazhdu masa paraburgimit si masa më ashpër për sigurimin e prezencës pandehurit në procedurë, për shkak natyrisht që në bindjen time në jo pak raste ka qenë edhe në shpërputhje me vetë praktikën e gjykatës evropiane për drejtat njerëzit, për shkak natyrisht që është e zbatueshme edhe në sistemin tonë të rregullt, por edhe në gjykatën speciale. Ku ka paragjykim ndaj ish-krerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës? Në bindjen time, autoriteti i tyre ka qenë ai që në mas konsiderueshme është marrë si paragjykim, ndonse ata që nga fillimi i procesit, që nga themelimi i vetë gjykatës, që nga deklarimet e tyre, pastaj edhe marrja përkatësisht transferimi i tyre në Hag, natyrisht që ka rezultuar me një disiplinë, me një respektim të rregullave, me një thirrje përgjigje të ftesave, jo vetëm të ish-krerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, mirë po edhe të tjerëve, qoftë komandant nivelit më të ulët, qoftë kujdo që është thuar nga ana e dhomave të specializuara, përjashtimisht këtij dëshmitarit fundit që ishte paksa e mjegullt situata, se është e pa kuptim se si prokuroria fton një dëshmitar dhe nuk arrin ta sigurojë këtë çështje në të. Domethënë është paksa e dyshim procesi, megjithatë përfundoi së dëgjuari dëshmia e dëshmitarëve të ftuar nga ana e prokurorisë, e cila natyrisht fillimisht një listë jashtëzakonisht e madhe, mirë po me kalimin e kohës ka pasur rishikim të herpashershëm. Edhe tek çështja e rishikimit do na kam thënë më shumë se sa një herë, por duhet besoj që pala mbrojtëse ka qenë vëmendshëm, mjaftueshëm e vëmendshme për sa i përket kësaj çështje, për faktin se duhet me pas parasysh që është detyrë, është përgjegjësi e prokurorit, përfshirë dhe prokurorët e specializuar që me u përkujdes që krahas provave fajsuese me u përkujdes edhe për prova edhe për dëshmi shfaqësuese, megjithatë pala mbrojtëse me aq sa kemi pasur mundësi me pa ka qenë mjaftueshëm e vëmendshme në drejtim të adresimit të këtyre çështjeve. Zoti Bayraktari, ka qenë numër jashtëzakonisht i madh i dëshmitarëve të cilët kanë dhënë deklarata, po edhe një numër i konsiderueshëm janë larguar në një farë forme me kërkesë të gjyqtarëve. Pse gjithë ky numër u kërkua që të deklarohen apo të japin deklarata
të jenë dëshmitarë të prokurorisë? Pse insistojnë prokuroria në këtë numër të madh? Kam përshtypjen që e para prokuroria edhe atëherë edhe gjatë gjithë rrjedhës së procesit nuk ka qenë mjaftueshme me bindur së paku për vete që akuzat me cilat ballafaqohen i shkretë të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka prova të mjaftueshme për t'i vënë para përgjegjësisë. Për faktin se siç dihet, ata akuzohen si i shkretë të ushtrisë shqiptare të Kosovës në kapacitetet e tyre udhëheqëse, për shkak natyrisht që edhe kjo është njëra prej anomalive të vetë sistemit, për faktin se është e pakuptimt në bindjen time se si gjyqtarë dhe prokurorë me përvojën e të drejtën penale ndërkombëtare nuk kanë marrë mundin ta analizojnë kontekstin lokal në Kosovë që nga vitet e 80-ta tutje, për faktin se ndonjëherë fitoi përshtypja që po e trajtojnë ushtrisë shqiptare të Kosovës si një ushtri të rregullt, madje si ushtri vendeve moderne të Evropës dhe përtej, në fakt nuk ka qenë ajo. Është konfirmuar dhe në 2 procese gjyqësore të mëhershme, si ndaj zotit Haradinaj, ashtu edhe ndaj zotit Limaj, se ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë një guerile, cilës ju kanë bashku kurse që ka pas mbi të gjitha guxime dhe vullnet, dhe synimi kryesor i saj ka qenë çlirimi i vendit. Prandaj thirrja e një numri kaq të madh të dëshmitarëve në bindjen time ka qenë pikërisht për faktin se prokuroria as vet nuk ka qenë e bindur që akuzat me cilat i akuzon i shkretë të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka prova. Megjithatë ka qenë edhe një diçka e paprecedent për sistemin e drejtësisë, se pjesa për të dërmuese, por mos më thënë ndoshta të gjithë dëshmitarët e ftuar nga ana e prokurorisë kanë pas fillimisht statusin edhe të dyshuamit edhe të akuzuamit, gjë cila natyrisht që në jo pak raste mund të jetë përdorur dhe si një mjet shantazhi në drejtim të deklarimeve të tyre. Që shpesh ka ndodhur, pasi kanë dhënë dëshminë, jenë liruar nga ajo. Po megjithatë, edhe përkundër mungesës së madhe të transparencës që po ashtu e ka karakterizuar këtë proces gjyqësor, në bindjen time me atë sa kemi pa, nuk ka arrit me u argumentu teza me tekst veçantë sa i përket çështjes së ndërmarrjes së përbashkët kriminale dhe strukturës komanduese, për faktin se ka pas dëshmitar ndonjëse të ftuar nga ana e prokurorisë, të cilët me zë dhe figurë e kanë thënë që për shembull nuk i kemi raportu këtyre, nuk i kemi njoftë këta për strukturë komanduese, gjitha këto për shkak natyrisht që ata janë duke u ballafaquar me këto akuza, sepse është determinuese dhe rëndësishme me thënë për opinionin se ata akuzohen si ish krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe rrjedhimisht për të qenë më i qartë dhe më i kapshëm për publikun, nënkupton që gjithçka që është bërë, domethënë në kuadër të perimetrit përkatësisht hapësirës me cilën akuzohen, janë parapam në akt akuzë, gjithçka që është bërë, qoftë me veprim, qoftë me mos veprim të tyre, ata nënkuptohet në formë i bën automatikisht përgjegjës, për shkak natyrisht që në bindjen time ka rënë kjo tezë, ka rënë kjo pikpamje për faktin se, siç e thash, është tashmë konfirmuar se ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë vetëm një guerile, e natyrisht që këta nuk kanë pasur mundësi edhe përkundër vullnetit, për kushtimit të tyre, cila është shpërfaqur deri në këtë fazë, e besoj që do të shpërfaqet edhe përmes dëshmitarëve të cilët së paku janë paralajmëruar nga ana palëve mbrojtëse që do të ftohen në fazat pasuese, është dëshmuar që këta nuk kanë pas absolutisht asnjë qëllim me çka akuzohen, me çka sipas legjislacionit edhe vendor dhe ndërkombëtar e bën që një organizatë të tillë të njihet si organizatë përkatësisht ndërmarrje përbashkët kriminale, është qëllimi në vetvete element kyç që e bën një organizatë për të cilësuar si organizatë kriminale, e qëllimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, i popullit të Kosovës dihet që ka qenë çlirimi i vendit nga okupatori serb, e absolutisht asesi ndërmarrja ose aktivitetet cilat planifikohen ose parashihen në akt akuzë. Nëse shohim rrjedhën e veprimit të kësaj gjykate, e shohim prej fillimit të ngritjes së akt akuzës që u kërkuar një herë trafikim të qenieve dhe organeve njerëzore, më pas raposh kjo në deklarimet e dëshmitarëve të prokurorisë, kemi pa edhe rrëfime që s'ka marrën me mend një njeri apo një pol dikush tjetër që do të japin deklaratat e tilla, po ashtu kemi parë që kanë kërkuar prokuroria edhe jashtë afatave kohore, të cilat janë të parapara, po në kontekste të ndryshme, pyetje të ndryshme, po ashtu është ngritur në opinion edhe tek pyetjet suggestive që ka pasur e gjitha kjo, si rrjedhët që të ndryshojnë rrjedhën i tërë procesi, ku filloi me një akuzë bukur të rëndë,
rarë qysh në fillim poshtë, me pas devijaj çdo gjë. Fillimisht, se është bukur shumë e diskutueshme edhe në opinion edhe në diskurs çështja e themelimit të gjykatës e gjitha këto. Unë lërsoj që në rast se kthehemi në retrospektivin e vitit 2015 akuzat dhe para prej vitit 2011 me thekë veçantë kur ka filluar të bëhet publik raporti dhe gjitha këto, akuzat kanë qenë jashtëzakonisht të rënda, jashtëzakonisht shqetësuese. Prandaj vlerësoj që edhe themelimi i gjykatës, domethënë, ka qenë pikërisht në linjë me këtë që të hidhet dritë mbi një pretendim absolutisht të paqen, absolutisht të pa bazum dhe unë kam thënë edhe disa herë të tjera vlen të përsëritet. Në rrethana kur njerëz kanë vdekur si rezultati mungesës së trajtimit elementar mjekësor, të akuzohet dikush për trafikim organësh, të akuzohet dikush për transplantim të organeve, natyrisht që është utopike, natyrisht që është e pa besueshme, e pa imagjinueshme. Prandaj edhe reflektimi i atëhershëm i skenës politike natyrisht që ka qenë pikërisht mbi këtë arsye për faktin se ka qenë një njoll, ka qenë një re, siç e ka thënë edhe presidenti thashë për Kosovën, prandaj është dashur të hiqet kjo. Mirë, po megjithatë, edhe para fillimit të procesit, domethënë ka filluar devijimi përkitas me këtë proces për faktin se siç dihet, këto elemente asnjë nuk janë në kuadër të aktakuzës, prandaj procesi që nga nisja, që nga ngritja e një njoftimi fillimisht përkitas me akuzën, gjitha këto e bëjnë një proces jo kredibil, një proces të dyshim. Pastaj natyrisht që sa i përket çështjes së kredibilitetit, sa i përket çështjes së besimit, është jashtëzakonisht shqetësuese fakti që si kanë mundur që të rrjedhin informata, siç dihet, informata tashmë është konfirmuar që kanë qenë dokumentet, kanë qenë të dhomave të specializuara dhe dhomat e specializuara kanë sot asaj dite obligim ndaj opinionit për me definu, për me konstatu se si ka ndodhur kjo dhe është mbajtur dikush përgjegjës për këto procese. Janë dënuar njerëz lidhur me atë që janë dënuar njerëz në Kosovë, mirë, po nuk ka informat nga për opinionin, në rast se dikush brenda gjykatës është mbajtur përgjegjës. Fakti që janë dënuar në nivel të Kosovës nënkupton që ato dokumente kanë qenë të dhoma të specializuara, mirë, po si kanë dalur ato është shumë e rëndësishme. Pastaj gjatë gjithë rrjedhës së procesit, përveç faktit që kemi një proces të sërgjatur, përveç faktit që kemi një proces me mungesë të theksuar të transparencës, edhe dëshmitë të dëshmitarëve në jo pak raste kanë shpërfaqur absolutisht të kundërtën asaj që pretendon prokuroria. Për shembull, na kujtohet rasti i dëshmitarit 94, një qytetare komunitetit serb nga rajoni i Rahovecit, e cila me zë dhe figurë më shumë se sa një herë i drejtohej me faktin që çështjet të cilat ishin pjesë e deklaratës nuk kanë qenë të thëna prej saj dhe nuk kanë qenë të nënshkruar. Pastaj kemi pas dëshmitar cilët është konfirmuar që kanë pas probleme përkatësisht dëmtime mendore. Pastaj kjo çështja e fundit, siç u tha, mungesa e faktit që prokuroria nuk ka arritur mjaftueshëm me administru dëshmitarët që vetë i ka ftu. E gjitha këto natyrisht që e bëjnë një proces në bindjen time përveç se të kompromituar, kjo nënkupton që edhe përkundër gjitha këtyre pala prokuroria nuk ka arritur në bindjen time me argumentu tezat e saj. Mirë, po megjithatë, për aq pak sa kemi pas mundësi me pa një proces, kam fitoj përshtypje që prokuroria më tepër është e interesuar që në raport me opinionin publik ta bindë opinionin se sa që përmes provave dhe dëshmive konkrete ta bindë gjykatën në lidhje me fajësinë e të panderëve. Sa i përket trupit gjykues, po ashtu vlen theksohet që një sinjal pozitiv në fillim ka qenë ku e pat obligu prokurorin që të fokusohet vetëm brenda parametrit të akt akuzës, përkatësisht periudhës kohore për të cilën është përfshirë akt akuzës, sepse me sa kemi pa dhe mund t'i kujtohet edhe shikuesve në fillim, prokurorët ishin të pa strukturuar në drejtim të ngritjes së çështjeve, ngriteshin çështje edhe jashtë perimetrit të akt akuzës, mirë, po ka qenë trupi gjykues, insistimi i tij që të fokusohet, pastaj natyrisht edhe vendosja e afatit kohor, i cili ka qenë siç dihet jo më vonë se fillimi i prillit të këtij viti, brenda së cilës do të duhej përfunduar së dëgjuari dëshmitë e dëshmitarëve. Kur jemi te trupi gjykues, vlen theksohet që kemi pas
një tendencë në vazhdimsi të së paku njërit prej anëtarëve të trupit gjykues, i cili ka bërë pyetje sugjesive, pyetje të ndaluara për hir të shikuesve, pyetje të natyrës orientuese, për shembull, siç kemi pas rastin kur pyet ke komandant niveleve të ndryshme që hipotetikisht thonte, në rast se do të supozonim që në zonën që ka qenë e udhëhequr për juve do të kryheni krim, kush do të ishte përgjegjës? Natyrisht kjo është pyetje orientuese, pyetje e ndaluar edhe prej palëve të tjera në procedurë, aq më tepër prej trupit gjykues, për shkak natyrisht që ai trupi gjykues si rregull është ato për ta administruar procesin dhe si rregull sistemi ynë kuadër të cilës bën pjesë edhe dhomat e specializuara, trupi gjykues involvohet si instancë fundit për ta adresuar ndonjë çështje, ndonjë dilemë të natyrës shtaruese e jo atë që ka pas për shembull raste të mediave të ndryshme ku e kanë matë për kohën e involvimit të trupit gjykues, ju ka dalë jashtëzakonisht shumë që nënkupton që e ka bë palë në proces, për çka natyrisht që vën në dyshim objektivitetin e trajtimit të këtij rasti. Një diçka gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare, pra që ka filluar procesi, është vërejtur edhe shpeshherë fshehja e dokumenteve nga prokuroria, po ashtu shtyrja, zvarritja e vllasimit të dëshmitarëve dhe provave për palën mbrojtëse. Si shihet kjo në aspektin juridik? Natyrisht është e papranueshme. Si rregull, dispozitat edhe të ligjit për dhomat e specializuara, por edhe të kodit të procedurës penale si legjislacion subsidiar ose komprometues kur nuk ka dispozita që e mbulojnë mjaftueshëm këtë situatë. Natyrisht që prokurori i çështjes është i obliguar që në fillim të procesit gjitha materialet t'ja jep në dispozicion palës mbrojtëse me qëllim që të ndërtohet koncepti, strategjia për t'u qasur këtij procesi. Edhe pikërisht njëra prej arsyeve që është zvarrit themose ky proces ka qenë pikërisht kjo, sepse prokuroria nuk ka vepruar në pajtim me ligjin në drejtim të qasjes, në drejtim të mundësisë së qasjes në informata, në dokumente, të cilat natyrisht që kjo e ka zvarrit mos konsiderueshme procesin, për çka natyrisht që tash aktualisht siç dihet jemi në fund të stadit të parë, le të themi, të procedurës e mbetet të shihet në ditët në vazhdim se si do të qaset përkatësisht mas datës 15, sepse siç dihet deri me datën 15 prill prokuroria ka afat për me ofruar çfarë do provë shtesë nga se eventualisht ka në dispozicion. Do të vazhdojmë në këtë drejtim. Çfarë është parë nga dëshmia këtyre dëshmitarëve të prokurorisë në syrën e një avokate që ka përcjellur çdo seancë, pothuajse? Kam pas mundësi me përcjell bukur shumë procesin, pikërisht për faktin se jam i vetëdijshëm për rëndësinë që ka ky proces për të kaluar në vendit tonë, për të tashmen, por njëkohësisht edhe për të ardhmen. Natyrisht e thash ka pas mungesë të theksuar të transparencës dhe në rast se do të ketë trajtim objektiv dhe me përpikëri zbatohet ligji, unë jam optimist që tezat e prokurorisë me tekst veçantë për sa i përket çështjes së ndërmarrjes së përbashkët kriminale, përkatësisht strukturës komanduese, hierarkisë komanduese, nuk kanë arritur me u argumentu, sepse e përmenda në jo pak raste kemi pas dëshmitarë të cilët me zë dhe figurë, edhe pse kanë qenë të ftuar prej prokurorisë, të cilët me zë dhe figurë kanë konfirmuar që nuk i kanë raportuar, nuk i kanë njoftë për komandant, çka nënkupton që e hedh poshtë absolutisht katërcifrisht gjithat pretendim që e ka prokuroria. Prandaj vlerësoj që vetëm një aktgjykim lirues, aktgjykim i cili e konfirmon pastërtinë edhe të luftës, edhe të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, edhe të ish-krerëve të saj, do të jetë epilog real i këtij procesi. Se ato të ndodhin në këtë fazë të procesit apo kemi me kalu edhe në faza të tjera kur pala mbrojtëse do të ofrojmë prova, mbetet të shihet në javët në vazhdim. Themeluesit e kësaj gjykate në kodër kësaj vetë presidenti Thaçi ka qenë iniciatori dhe këmbgulësi që të themelohet kjo gjykatë. Më pas e pam që asnjëherë nuk janë liruar të mbrohen në arrest shtëpiak së paku, po ashtu edhe kur kanë bosë raste në familjet e tyre, raste martore, nuk i kanë lejuar. A është cenu identiteti i të burgosëve, ku pothuajse të gjithë këta kanë pasur spaku nga një rast që kanë pasur vdekje të një anëtare të familjes.
Fillimisht janë dy çështje. Sa i përket masës së paraburgimit, si masa më ashpër për sigurimin e prezencës së pandehurit në procedurë, edhe me linë 49 të ligjit për dhomat e specializuar, edhe me kodin e procedurës penale, por edhe me praktikën e gjykatës evropiane për drejtat njerëzit, e cila sipas nenit 53 kushtetutës sonë është e aplikueshme drejt për drejt në legjislacion. Gjykata përcakton se me rastin e si të caktimit, por me theks veçantë të vazhdimit të masës së paraburgimit, gjykata duhet të përkujdeset në mënyrë taksative të arsyetoj pse po ja vazhdojnë edhe pse masat të tjera alternative nuk janë të dobishme në drejtim të arritjes së qëllimit përkatësisht vazhdimit të suksesshëm të procedurës, cila në fakt është njëra prej qëllimeve bazë, si edhe mundësia, përkatësisht pamundësia e ndikimit në dëshmitar edhe në prova edhe mos përsëritja e veprës penale. Me sa kemi pa në masë të konsiderueshme, pjesa dërmuese e vendimeve përkatësisht vendimeve për vazhdimin e paraburgimit kanë qenë të natyrës shambllone. Prandaj edhe fokusi kryesor ka qenë që neti dyshohej që mund të ndikojnë në dëshmitarë. Ndonse në bindjen time ka qenë e pamundur për faktin se pjesa dërmuese e dëshmitarëve ka qenë të mbrojtur. Megjithatë, tashmë me që kanë përfunduar së dëgjuari gjithë dëshmitarët e ftuar nga ana e prokurorisë, nga ky moment të tutje vlerësoj që nuk ka absolutisht asnjë rrethon, asnjë kusht, asnjë mënyrë e justifikimit të arsyetimit së paku ligjërisht të vazhdimit të masës së paraburgimit për faktin se, siç e thash, elementi esencial i asaj që është thirrë gjykata speciale deri tashmë nuk ekziston për faktin se ka përfunduar së dëgjuari lista e dëshmitarëve. Të drejtat në konventat e drejtat të ligjit. Vlen theksohet se sa i përket çështjes së mos lejimit për me marrë pjesë në ceremonitë varrimit, e cila para pak kohësh ishte shumë prezente. Fillimisht do të thënë që e drejta për me marrë pjesë në ceremoni të tilla është garantuar me rregullën e procedurës, me rregullorës së procedurës dhe provave, është rregulla 56 që i mundson një të paraburgosuri, qoftë me kërkesë, madje qoftë edhe pa kërkesë fare, që të lejohet për shkaqe të arsyeshme humanitare, e natyrisht edhe smundja e anëtarëve të familjes me theks veçantë prindit, por edhe vdekja me theks veçantë e prindit natyrisht është rrethon mjaftueshëm e argumentuar dhe rrethon familjare, po ashtu vlen theksohet që sa i përket pamundësisë së pjesëmarrjes në varrim, është edhe gjykata evropiane për të drejtat njerëzit, e cila në 3-4 raste ka konstatuar që mos lejimi i një të burgosur ose një të paraburgosur për me marrë pjesë në ceremoni të tilla është shkelje e të drejtave të tij të garantuara me Konventin Evropian në 8 të drejta familjare dhe rrethonat familjare. Prandaj vlerësoj që është për fat të keq që Kosova nuk ka mundësi me sfidu tutje në akte të tilla. Përndryshe, unë jam shumë i bindur që rastet të tilla nga dhomat e specializuara do të konsideroheshin si shkelje të drejtave të paraburgosurve në pajtim me ato që ju garanton edhe legjislacioni, por edhe konventat ndërkombëtare me theks veçantë konventa evropiane për drejtat njerëzit dhe praktika e gjykatës evropiane, të cilat natyrisht janë të zbatueshme drejt për drejt në sistemin tonë. Ka mos transparencë të plot, të themi për faktin që shumë gjëra kanë mbetur të mbyllura, po ashtu nga deklarimet e ish krerëve të OVL-s, zoti Haradinja dhe zoti Gucati kanë deklaruar që çfarë trajtimi është bërë për brenda, mos lejimi i këtyre që e përmendëm, ashtu integritetin i gjykatës ndërkombëtare, të cilën shumë kush ka menduar që është krejtësisht ndryshe dhe ka pasur pikë orientuese një drejtësi perëndimore. Natyrisht që po, fillimisht do të rikonfirmojmë faktin që gjykata është pjesë e sistemit tonë, është pjesë e Kosovës, por që vetëm funksionon në kuadër të një shteti të tretë përkatësisht Holandës. Edhe natyrisht ajo që në fakt i kam dëgjuar me vëmendje edhe të zotit Haradinaj edhe të zotit Gucati, natyrisht që është përshqetësim jo vetëm në nivel të qytetarëve, mirë po para se gjithashtu të institucioneve. Në këtë drejtim kemi parë një neglizhencë thuajse totale të institucioneve në drejtim të adresimit të këtyre çështjeve. Vlen theksohet që në 41 paragrafi 4-5 e ligjit për dhomat e specializuara mundson që me kërkesë të ketë mbikëqyrje për sa i përket me theks veçantë trajtimit të paraburgosurve
madje i përmenden edhe mekanizma ndërkombëtar për çështë organizata të specializuar të kësaj fushë, siç është kryqëzimi ndërkombëtar të ngjashme, ndërsa ne së paku në opinion nuk është thënë që një kërkesë vetëm nga ana e institucioneve të Kosovës të ketë shkuar në drejtim të këtyre organizatave për të monitoruar këto kushte, për të monitoruar shkeljet, për të monitoruar sjelljet e stafit në raport me të paraburgosurit. Prandaj vlerësoj që një çështje e tillë ka qenë jashtëzakonisht e pa vend e institucioneve për faktin se atje ata nuk akuzohen, nuk ballafaqohen me këto akuza në kapacitete personale. Mirë po kemi parasysh që ato kemi ish president, kemi ish kryetar kuvendi, kemi shef të grupit më të madh parlamentar, por mbi të gjitha janë qëllimtar të këtij vendi, janë njerëz cilët i kanë kontribuar vendit dhe e kam thënë po e përsëris, janë të paktë njerëz cilët në etapa të ndryshme të historisë mund të kontribuojnë të njëjtit qëllim e natyrisht këta kanë fatin që po ashtu edhe në këtë fazë të procesit të ballafaqohen me këtë sfidë duke e mbrojtur pastërtinë e luftës, por natyrisht tash me mjete të tjera, për çka në rast se ka drejtësi unë jam optimist që fundi do të jetë triumfues. Tani pjesa më e rëndësishme e këtij procesi ka përfunduar me deklaratat e dëshmitarëve të prokurorisë. Çka pritet nga tani? A mund të ketë rrëzim të akuzës në këtë kohë, apo pritet të japin deklarata edhe dëshmitarët e palës mbrojtëse nëse kërkojnë apo nëse e shohin të arsyeshme, edhe cilat do të jenë hapat? Çfarë pritet? Fillimisht do të thënë që trupi gjykuesi ka dhënë mundësi prokurorisë që deri me datë 15 prill të dorëzoj çfarëdo mocioni, çfarëdo prove, çfarëdo shkresë, çfarëdo dëshmie shtesë që ka në rast se ka të tilla që nuk i ka dorëzuar deri tash. Është planifikuar të mbahet një seancë statusore me datën 23 prill, në cilën natyrisht që palët do të diskutojnë. Me atë sa kemi çfarë do të diskutohet? Do të diskutohet procedurinë e procesit, po ashtu është obligim sipas rregullës 130 rregullore së procedurës dhe provave, që jo më vonë se 10 ditë pas përfundimit të këtij procesi, pala mbrojtëse që mund të kërkojë mocion, mund të dorëzojë një mocion përmes të cilit mund të kërkoj rrëzimin e tërësishëm ose të pjesshëm të aktakuzës, varësisht prej asaj se si e vlerëson deri tash ecurinë e procesit. Pastaj pas pranimit të këtij mocioni në afat prej 10 ditësh mund të ofrojnë përgjigje edhe pala kundërtare për kaq është prokuroria dhe trupi gjykues në varësi prej këtyre këmbimeve sheh në rast se është relevante jo të ftohet në seancë dëgjimore ku mund të ftohen edhe përfaqësuesi i zyrës për mbrojtjet e viktimave dhe pastaj natyrisht që e konfirmon në rast se i njëjti e pranon një propozim të tillë të palës mbrojtëse për hedhjen ose aprovimin e propozimit për hedhjen e një ose disa pikave ose të tërësishme të aktakuzës. Në rast se eventualisht kemi hedhje të aktakuzës, do të thonë atëherë nën kupton që përfundon procesi dhe rrjedhimisht palët kanë të drejtë ankese. Në rast se eventualisht aprovohet pjesërisht, atëherë pala mbrojtëse nuk ka të drejtë ankesë, ndërsa pala kundërshtare mund ta bëjë një gjë të tillë sipas rregullës 170 dhe kalohet pastaj për pjesën tjetër kalohet në fazën e administrimit të procesit ku do të ftohen dëshmitarët në rast se ka të tillë nga zyra për mbrojtjen e viktimave. Me sa është thënë publikisht do të ketë një numër të vogël simbolik të tyre, pastaj natyrisht që i kalohet edhe mundësia e palës mbrojtëse për të ftuar dëshmitar, cilët siç është thënë publikisht do të jenë disa prej tyre, edhe pas këtij procesi konsiderohet i mbyllur procesi i paraqitjes së provave përkatësisht dëshmive të dëshmitarëve dhe kalohet në fazën tjetër atë të administrimit të provave dhe në fjalën përfundimtare dhe gradualisht drejt përfundimit të këtij procesi, për çka unë jam optimist që mund të përfundoj brenda këtij viti, eventualisht fillimit të vitit të ardhshëm së paku në shkallë të parë. Zëbë rektore, e biseduam edhe gjatë bisedës e përmendëm që pjesa më e madhe e procesit nuk ka qenë një hapur. Këtë shumica dëshmitarëve kanë qenë që nuk është parë për publikun, por nëse pala mbrojtëse e ka përcjell, nëse jo, po pala mbrojtëse ka përcjell e ka të qartë çdo gjë.
dhe ka argumente. Edhe në këtë drejtim në kërkesën që bëhet tani, arshërtën, i administrën provat e polës mbrojtëse që nëse s'ka mundësi, ka dëshmitar jo kredibil, ka qenë të pamjaftueshme në argumentimin e dëshmive të tyre, a mund të ketë ndonjë lirim të akuzuarve, krerëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës në këtë proces, derisa të merr epilog nëse do të vazhdon më tej. Natyrisht që po, unë thash në rast se do të ketë gjykatë e cila funksionon mbi bazën e rregullave, mbi bazën e ligjeve, që nga kjo stadi procesit, domethënë nga absolutisht ka mesi i prillit e tutje, nuk ka arsye që të njëjtat të vazhdohen të qëndrojnë në masën e paraburgimit si masa më ashpër për sigurimin e prezencës së pandehurit në procedurë, sepse kjo masë do të shqiptohet vetëm atëherë kur masat e tjera alternative nuk janë mjaftueshëm që shkojnë në funksion të zhvillimit të një procedure brenda parametrave dhe standardeve normale. Duke qenë se arsyeja kryesore, mbase edhe vetme deri tash ka qenë mundësia, përkatësisht pa mundësia e ndikimit në prova dhe dëshmitar, dhe duke qenë që kjo fazë tashmë ka përfunduar, shto faktin këtu që, siç e thash, gjatë gjithë curisë së procesit, por edhe para fillimit të kësaj, ish-krerët e ushtrisë kombëtare të Kosovës kanë bashkëpunuar jashtëzakonisht ngushtë me dhomat e specializuara, ju kanë përgjigjur çdo ftesë, ju kanë përgjigjur çdo kërkesë të tyre. Unë vlerësoj që nuk ka asnjë arsye të besueshme dhe bindëse dhe ligjore që të njëjtët të vazhdojnë të qëndrojnë në masën e paraburgimit. Absolutisht edhe pa asnjë masë tjetër, por me çfarëdo masë tjetër, qoftë arrest shtëpiak, qoftë paraqitjen e policisë, qoftë gjitha këto që janë alternative masës së paraburgimit, do të jenë mjaftueshëm të efektshme për të arritur qëllimin për çka në fakt natyrisht që aplikohen masat për sigurimin e prezencës së pandehurit në procedurë. Me pak fjalë, nëse mund ta themi kështu që mund apo pritet që të lirohet së paku derisa të merr një epilog tërësishëm. Për herën se flasim për një gjykatë e cila funksionon mbi bazën e ligjeve, mbi bazën e rregullave, mbi bazën e praktikës së vetë gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, natyrisht që kjo është lehtësisht e mundshme. Mirë po, se a do të ndodhë kjo, mbetet të shihet në ditët, në javët në vazhdim. Në kodër kësaj është drejtësi. Edhe nëse do të lirohen, ku kanë humbur 5 vite të paraburgosur, apo më mirë të themi të burgosur, për kanë humbur kohën, kanë humbur njerëzit që kanë qenë më kredibil në shtetin e Kosovës, është drejtësi edhe kjo ku e humbur. Natyrisht është pjesë, siç e thash, sakrificës, është pjesë e asaj që jo pak njerëz kanë këtë mundësi për ta bërë në drejtim të konfirmimit, rikonfirmimit për të satën herë të pastërtisë së luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës. Natyrisht që është e dhëmshme për ta, është e dhëmshme për familjet e tyre, është e dhëmshme për popullin e Kosovës, sepse ne jemi tashmë në mars, prill, ku thuajse çdo ditë kemi përkujtim të masakrave, kemi përkujtim të qindra mira njerëzve të cilët janë vrarë janë masakruar nga regjimi i Miloševićit për vetmin qëllim që Kosova të gëzon lirin, e natyrisht për këtë çështje, për këtë proces, për këtë kauzë madhore, gjithë ata që ndodhen sot në Hag kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, prandaj natyrisht që është e dhimbshme, është përkeqëardhje, mirë, po megjithatë unë e shoh si pjesë të angazhimit të tyre, pjesë të sakrificës. Liria është e dhimbshme, po më mundi angazhimi për liri është i madh, edhe është liria ajo që natyrisht dikujt i ka rënë me barë më e madhe, e këta kanë atë fat, mirë, po megjithatë gjitha këto unë besoj dhe shpresoj që fundi i procesit të cilin unë dhe populli e pret do të jetë triumfues dhe në një formë ose formë tjetër do të rikonfirmohet, rikapitulohet gjitha ajo sakrificë që ata po bëjnë. Këndon deklarata për media dhe Pola Mbrojtësi, presidenti Thaçi dhe ish-parlamentarit Jakub Krasniqi. Si i keni lexuar, po si i keni pa? Ka qenë të kujdesshëm,
fillimisht kanë qenë të kujdesshëm, kanë qenë jashtëzakonisht profesional, të tillë në vendin time kanë qenë mos konsiderueshme edhe mbrojtësit paraprak, edhe ata aktualisht të tillë kanë qenë edhe gjatë gjithë çurisë procesit, me disa prej tyre në kapacitete më hershme unë kam pasur mundësi të takohem natyrisht online për shkak se rrethanat kanë qenë të tilla në kohë pandemie, mirëpo ato e kanë vërejtë se sa janë detajist dhe nuk i lën asgjë rastësisë. Prandaj edhe kjo njëra prej arsyeve që mu më bën me qenë optimist që fundi i procesit të jetë triumfues. Zoti Barkari, jemi në fillim të krijimit të institucioneve të reja të kuvendit të Kosovës. Ka zëra që kuvendi Kosovës, kuvendi i ri që do të formohet, duhet të jetë më azhër, më vigjilent ndaj proceseve të zhvilluar në dhomat e specializuara. Çfarë do t'ju kishë rekomanduar deputetëve të rinj në këtë legjislaturë, në përcjellje, në mentorim, apo ka pasur edhe zëra që duhet të shfuqizohet për faktin që në atë akuzë që është ngritur, trafiki qenëve njerëzore ka rënë tani? Fillimisht do të dëshiroja që ta kemi së paku një rezolut në Kuvendin e Kosovës, në cilën do të ketë disa elemente. E para, që të obligohet qeveria e Kosovës pavarësisht faktit që kemi ligj për krahas ligjit për dhomat e specializuara, kemi edhe ligj i cili garanton mbrojtje juridike dhe mbështetje financiare, megjithatë në vazhdimsi të procesit në jo pak raste Parlamenti që është ballafaquar me sfida për sa i përket çështjes mjeteve financiare. Është detyrë, është përgjegjësi ligjore për me siguru mbrojtje. Është detyrë dhe përgjegjësi për te ligjorës me siguru një mbrojtje kualitative për faktin se ata nuk ballafaqohen atje me akuzën e kapacitete personale. Krahas kësaj, natyrisht që duhet një diskutim i mirëfillt edhe me mekanizmat të tjerë, edhe me ata që e financojnë dhomat e specializuara, por edhe me dhomat e specializuara në drejtim të krijimit të një mekanizmave cilët do ta monitorojnë punën e gjykatës. Mbadje, këtu ka një shpërputje edhe në mes të amandamentit kushtetutës dhe ligjet. Për shembull është paragrafi 11 i amandamentit përkatës 26 kushtetutës, cili flet për çështjen e administrimit dhe mbikëqyrjes, dhe kur shkojmë te e cila i referohet ligjet, ndërsa kur shkojmë te ligji e shohim se sa i përket çështjes së administrimit, ajo rregullohet, ndërsa çështja e mbikëqyrjes, domethënë nuk ka mekanizëm fare. Po ashtu edhe tek çështja e administrimit vlen theksohet që është një rast i paprecedent se si një kryetare këtë rast të gjykatës ka kompetenca, ka përgjegjësi të jashtëzakonshme, cilat kushtimisht me thonë e bëjnë si një mbret në kuadër të asaj gjykate. Prandaj e vlerësoj që ka mundësi, ka mekanizme, ka hapësirë që të diskutohet në frymën e mirëfillt edhe konstruktive, që të rishikohet eventualisht ligji ato ku ka hapësirë, ku ka mundësi të përmirësohet në mënyrë që pastaj natyrisht gradualisht të shkohet drejt një procesi të rregullt. Për më tepër, kuadër të rezolutës vlerësoj që duhet me paraqo edhe një pikë në cilën me theks veçantë diplomacia e Kosovës do të vëjë në funksion në drejtim të lobimit, në drejtim të njoftimit vendeve të cilat e financojnë këtë gjykatë, se aty ka pas shkelje të procesit, ka pas mos respektim të drejtave të paraburgosërve, ka pas jo transparencë, ka pas stërgjatje të procesit, e gjitha këto vlerësoj që është detyrë e diplomacisë kosovare për faktin se siç dihet që nga themelimi i kësaj gjykate, madje edhe para themelimit të saj, këtu kemi më shumë aspekte politike se sa që në fakt është çështje ligjore, se sikur të ishte çështje ligjore, unë vlerësoj që nuk kishim pas nevojë me u brengos sepse fundi i procesit do të dihej jashtëzakonisht mirë dhe qartë. Mirë po, kur kemi parasysh gjitha këto që nga themelimi, që nga ai raporti i ashtu quajtur i dikmarit, i cili pastaj rezultoi me miratimin e rezolutës së Këshillit të Evropës, gjitha këto e bëjnë të domosdoshëm involvimin e çarqeve diplomatike të Kosovës për ta njoftuar në hollësi opinionin ndërkombëtar në lidhje me esurinë dhe shkeljet në vazhdimsi që kanë ndodhur në lidhje me këtë proces. Si e keni po me krijimin e administratës Trump? Ka zëra, ka shqetësime dhe ka ngritur ekipe për të hetuar ish prokurorin Smith. A do të del diçka që e përmendet edhe ju që ka tendenca politike në këtë proces gjyqësor? Që nga njoftimi, domethënë që është bërë në raport me akuzat ndaj zotit Thaçi dhe të tjerëve, ku siç dihet zoti Thaçi ishte në rrugtim sipër për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e pastaj natyrisht kjo
procesi në dhomat e specializuara rezultoi me një fakt të pakontestueshëm se ai ishte i parakohshëm dhe rrjedhimisht nënkupton lehtësisht faktin që ishte i motivuar. Sa i përket çështjes së hetimit, unë vlerësoj që aludimet që janë ngritur me theks veçantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen e personit në fjalë, vlerësoj që atje do të ketë herët ose vonë një hetim, se a do të rezultojë pastaj edhe me elementet e tjera ai proces hetimor mbetet për të parë, mirë po natyrisht që siç e thot populli e gamja, domethënë është e tillë që ka nevojë për një proces të mirëfillt hetimor, sepse gjitha këto aludojnë se prapa kësaj është mçevor politika e cila natyrisht që vetëm një proces i mirëfillt hetimor do të mund të jep përgjigje në gjitha këto aludime që janë bërë. Zoti Bagdaj, faleminderit që ishe pjesë e televizionit Arbëria. Kënaqësi, faleminderit e juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.